bashkë me kryesinë. Dhe kemi diskutuar çështjet bashkërisht për rrugën përpara. Kam kërkuar alternativë zgjidhje dhe në fund kemi dalë me qëndrim për bashkët unik të gjithë deputetëve, 20 deputetëve dhe 40 anëtarëve të kryesisë. Qëndrim unik pas një vot kundër. Këto janë qëndrime politike të LDK-s. Kjo është e para. Dyta, lejo ta çansoj një gjë bazike. LDK nuk është grup i interesit. Po përfaqëson interesa, si këtë parti Jo, tjera. përfaqëson ideal, jo interesa. Është dallimi substancial. Jo, përveç se kemi për interes. Parti politike janë. Jo, s'do të më qenë interesa. Nëse janë grupet interesa është gabim orientimi politik. Nuk është biznes. Interesa djallëzore, interesa Asnjë interes. ekonomike, Ideale do të interesa pas. politike, pra jo interesa, përfaqësim të komuniteteve, të Program grupeve politik, të veçanta. Program politik duhet të ketë, orientim politik, jo interesa. Pra nuk është grup interesit, është grup idealit, i besimit në një vlerë caktuar. Jo grup interesit so, po përfaqëson. Si Por këtë parti, momentin, po, okej, jo, këtë parti jo, përfaqësojnë. Po jo, grup interesit jo, pra momentin që në LDK duhet tulemi dhe të flasim për interesa individuale. Në atë moment ne jemi larguar për rrugtimit tonë origjinal. Në atë moment si jemi më LDK. Prandaj s'kam refuzuar të flas me asnjërin prej deputetëve të LDK-s. Për 20 tyre, asnjërin s'kam folë, a keni presion apo s'keni presion. S'keni folë individualisht. As si bindi, as do t'i bindi asnjërin. Tash po them gjithëve. Kushdo që mendon që duhet me kalu në shumicë rrugën hapën e ka për një gjë të tillë. Kjo përsi për deputet tuj. Për secili njeri që ka marrë vota për LDK-s, nëse ja marr mendja me tradhtu votën e LDK-s, ata që kanë dhënë juve urdhëroni, por asnjëri s'ka shfaqur një gjë të tillë. Këto janë diskutime mediatike që vlindin prej studive më tepër. Po ka kontakte, natyrisht mi kanë treguar gjitha, por asnjëri s'ka thonë po shkoj. Ose hajde të ulëm flasim se çka përfitojnë këto, se çka përfitoj atje. Në atë moment që unë ulëm, flas me ty si deputet LDK-s, rre me neve se merr më shumë e mos shko atje se merr më pak, në atë moment përfundon LDK-ja si koncept politik. Ato se bëj asnjëherë, do ta bëj asnjëherë. Secili prej tyre është njëri me integritet, secili prej tyre është profesionist, secili është më i mirë se tjetri. Secili prej tyre beson në idealin e njëjtë, secili prej tyre ka marrë vendimin e njëjtë. Me secilin prej tyre e kemi ndërtuar këtë qendrim përbashkët. Ata janë autor të vendimi. Në qoftë se vendosin, e kanë rrugën hapur, asnjë presion. Prandaj këtu bën gjithë propaganda që LDK-ja po bën presion deputetët vet. Pore. Për bezë. Shënjën ne kemi disa votime për votim fsheht. Po pse s'pe kuptojnë ata që vetëm 52 deputet po dojnë votim fsheht? 70 Jo, ata po thonë se s'milojnë liderë, u milojnë liderët e partive. Po hapon e kanë rrugën se s'ka çu shenal njëri. Nuk e nal njëri. Jo, të votimi i fshet. Pra që po hapon e kanë me dal. Jo, hapon e kanë me dal. Veç kanë ndront. Veç për një ulse, 1 metër më andej është ulsa tjetër dhe bësh antari grupit tjetër. Është vullneti tyre që po i mand aty. Është fytyra tyre para votuesit tëne që i mban aty. Kjo është politika e LDK-s sot. Kjo është LDK-ja sot. Nuk është interesi, nuk është pazari, nuk është pozita. Po tjetë të tillë, hapër e kanë rrugën sepse s'do t'i ndalim. Nuk do t'ulet LDK-ja, asnjë zyrtar i LDK-s me askën për të bërë pazare shtesë mbi votën e marrë prej qytetarëve djathtë rrugovist Republikën e Kosovës. Harroni një gjë të tillë s'do ndodh asnjëherë. Askush. Ju më shumë po thoni për me ndërgjegjjen e tyre. Unë besoj që janë njerëz profesionistë dhe unë me thënë drejtën. Historia jon kallzon që unë besoj që janë njerëz jashtëzakonshëm. Pra kanë lëviz edhe se kanë bërë llaf këtë punë. Madje kanë dalë para qytetarëve, e zgjedhë të tjerë anashta kanë marrë pak më shumë vota. Kanë pak kënaqësi me atë çfarë po bëjmë, e kanë duhet dhe obligim moral të ngrisin zërin, dalin kundër. Por ata janë të kënaqur sepse janë pjesë e vendimit. Jo, unë po ju besoj juve, pra. Edhe po besoj në integritetin e njerëzve të opozitës së djethtë. Janë shkëlqyeshëm për besë. Si 23 herë që në mojtë seanca, asnjë s'ka livrit pra prej atij pozicioni. Dhe nuk ka asnjë presion për të bërë moslëvizje, pra ka qëndrime të përbashkëta, është vullnet demokratik. Ju sekretari i partisë keni informata 100 herë më shumë se sa unë, e unë kam shumë që secili prej deputetëve të LDK-s, e kryesisht gratë, pra, edhe të LDK-s, edhe të PDK-s, janë të kontaktuara. Asnjë diskutim. Për shembull, na kena pas rastin e zonës Marigona Gecit, pra, që ka folur vetë baba i tij. Unë kam informata për disa deputete të tjerë të LDK-s që na ofruan përmes stafit me të tjerë. Gjithë më raportu. Të PDK-ja, po ashtu kemi pa një rast konkret. Pra, ato edhe mos harroni një gjë. Pra, pushteti ka mundësinë edhe me shantazhu. Ja, po tani edhe pra jo, po tani do të jesh i shantazhueshëm për me të shantazhu përveç. Se një profesionist, një njeri të pastër si Loti s'mund ta shantazhosh. Me një vend punës. Asgjë, shantazhi nuk shoqëni ka njerëz idealistë në këtë vend përveç. Ta janë njerëz profesionistë, nuk janë të zgjedhur rastësisht.
Secili prej tyre ka 18.000-20.000 vota. Secili prej tyre ka karrierë të pasur në gjithë jetën e vet. Secili prej tyre ka një ideal, ka një kontribut për këtë vend, në një formë ose tjetrën. Dush me qeni shantazhueshëm, për me të shantazhu, për ndryshe që mundu me të shantazhu. Por gjitha këto kontakte, për gjitha jam e njoftuar, secilin prej tyre, prej zyrës së kryeministrit, për kërkesë takim, deri te vizitat e vet kryeministrit me deputetët tonë. Edhe kryeministri vet. Personalisht. Po Anton Çuni ka fol konkretisht, pra ka thonë që More po flas për më tepër se Çuni, unë po flas për njerëz të LDK-s, kryesisht grasë që mendojnë se mund të flasin nëpërmjet burrave të tyre, pra kjo është tani nivel tjetër i politikës, se si përceptojnë apo politike, kjo është pak më e thellë. Kjo është një përshtirësi llojit pa pra. Gjitha janë faqe barë, sepse gjitha kontaktet kanë përfunduar me një rezultat të thjeshtë. Ne jemi Lidha Demokratike e Kosovës, mësonu me këtë çështje. Kemi një qendrim zyrtar, kemi një politikë zyrtare, kemi një vizion të përbashkët. Por unë tash po them, nëse nesër mendoj ta ndrojnë, nuk ta ndal askush brenda LDK, sepse me partije, vlerave dhe idealeve, jo interesit, nuk muj më ul, s'di ç'u bota i mohabet, me dikon me thon, çka të ka ofruaj, rreth se po të ofroj çto. Nuk di me bot mohabet zot apo asnjëherë. Edhe askush LDK se bën një gjë të tillë. Për këtë rreni të sigurt, sepse s'ka harm aty. Nuk është më vot, edhe nuk është më as qëllim politik për çka jemi këtu.